Besimtarët katolik kanë hyrë në javën e madhe të Pashkës. Këtë të diel në katedralen e Shkodrës u kremtua Dita e Larit, ose Dita e Palmave, që njofton ardhjen e së dielës së Pashkës, atë të ringjalljes së Krishtit. Qindra besimtar morën pjesë në meshën e shenjtë të drejtuar nga arqipeshvi Giovanni Peragine. Kemi dëgjuar njerëzit që pak përpara kishin pranuar Krishtin si mbret. Ozanna ishte vjen në emrin të Zotit. E me njerë kanë bërtitur para Pilatit, krujgëzoje. Janë disa gratë që kanë ndjekur Jezusin deri në fund. Janë edhe kriminalet, kemi dëgjuar. Një prej tyre ka kërkuar faljen për gabimin e vetë. E Jezusi, ashtu si kishte falur, ka falur ata që e kanë kryqëzuar, i tha, sot do t'jesh me mua në paradis. Është mbi kryqi që Jezusi edhe për secili prej nesh tregon dashurinë e tij, duke falur, duke qëndruar me ne deri në fund. Ai në të vërtetë, si kemi dëgjuar në leximin e dytë, u përuli vetveten, duke u bërë i dëgjueshëm deri në vdekje. Prandaj edhe hy e lartësoi. Lartësimin e Jezusit tregohet pikërisht në momentin e kryqit. Qëndrojmë edhe ne në eshtje në këtë moment, por mundohemi edhe në këtë javë të qëndrojmë në meditimin e mundimit të Jezusit për të zburuar dashurinë e tij të madhe për secili prej nesh e për të kremtuar si duhet momentin e ringjalljes, kur do të bëjmë takimin e hyrë me Krishtin, që na dhuron jetën e re me ringjalljen e tij. Gjatë riteve liturgjike dhe meshës në të dielën e Larit, që kremtohet kudo në botë, kisha nafton të imitojmë Jezusin. 3 çastet kulmore të kremtimit të së dielës së Larit janë procesioni i palmave dhe i degëve të ullirit, bekimi i tyre para kremtimit të meshës e më pas, gjatë liturgjisë së fjalës, kujtimi i mundimeve të Zotit. Simbolika e të dielës së Larit për besimtarët katolik përkujton ditën që Jezu Krishti hyri në Jeruzalem dhe shënon fillimin e Pashkës, që kulmon të shtunën në mesnatë me ringjalljen e më pas me festimet të dielën e 20 prillit.